Mirë se erdhët në Power to HR 2025. Sot, me 3 prill 2025, platforma më e madhe e punësimit në vend, Kosova Job, ka organizuar edicionin e 3 të samitit Power to HR 2025. Pjesë e këtij samiti ishin profesionistë të fushës së burimeve njerëzore nga shtete të ndryshme, të cilët ndan eksperiencat e tyre me pjesëmarrësit. Samiti ka 2 qëllime kryesore. Kisha me thonë, e para është me mbledh njerëzit bashk, me u rjetizu, që është njëra ndër elementet kryesore nëse jem biznes, nëse jem industrinë e HR-it, po në cilën do industri, kush e ka pa sherrin rjetizimet. Kështu që mendoj që ky ka qenë qëllimi i parë dhe jemi shumë të lumtur që mbi 800 profesionistë të industrive të ndryshme mbi gjitha të HR-it i kemi mbledh sot. Qëllimi i dytë është me mësuesane të reja. Kemi mbi 40 sesione të ndryshme, disa sesione që vijnë prej njerëzve prej vendeve të ndryshme të Evropës, prej Amerikës, po kemi edhe sesione prej ekspertëve lokal, që kanë impakt jashtëzakonisht madh në treg, edhe këta bojnë diferencën. Nuk është hera e parë që organizojmë një Power to HR, është hera e tretë tash, po kjo është hera e parë që organizojmë në këtë format. Një format ku ka stage-a në paralel, ka spikera në paralel, njerëzit folin paralel edhe njerëzit për herë të parë munden me ndëgju temën që ju intereson. Platforma Power to HR në iOS edhe në Android është një tool, një platformë, një aplikacion që kemi bërë që gjithë çta njerëz janë mrena aty, gjithë kanë mundësin me u konektu, mu lidh me njëri tjetrin, mi çu mesazh njëri tjetrit, me të jap një ide, kemi një numër e rekord nga Maqedonia, kemi nga Bosna, nga Kroacia, nga Gjermania, Italia, do të thonë nga shumë vende të Evropës, po mujmë ju thonë që krenari më të madhe nuk ka se kur të vjen dikush prej Gjermanisë, prej Italisë, vjen Prishtinë për një summit që po bëhet. Kemi persona që kanë ardhur nga Google, kanë punu në Google, kanë punu në Booking, kanë punu në për korporata multinacionale, teleperformanca, e shumë tjera që për momentin nuk po mbin mend. E kjo ju ka jep njerëzve një mundësi, ju ka hap një derë, jo vetëm me ndëgju, që me mujt me absorbu njohuri, po edhe me i taku direkt. Organizimet e tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishme pse se janë të parafëru qatë hendekun ose qatë boshllokun që u kriju ndërmjet punëdhënësit edhe punëtorit. Edhe këtu po mundemi me u ndërlidh edhe me njerëz që nuk nështë i kemi taku më herët, që me mujt na me kontribu në eksperiencat e përbashkëta, që me kontribu në qatë eksperiencën totale që është për me bo një vend punës të mirë. Definitivisht shumë e rëndësishme, nëse jo për diçka shumë specifike, të paktën pjesa e lidhjes edhe networking me HR professionals të kompanive tjera është shumë e rëndësishme se nuk i ditë asnjëherë kush është kolegu i tij radhës, kështu që me njoftë dhe me ditë pak a shumë mbi kompani të ndryshme, jo vetëm nga shteti ku vim siç jemi ne nga Maqedonia, por sidomos në Kosovë edhe është shumë mirë në këtë radhë që ka përfaqësues nga shtete të ndryshme, mu njoftë me ndëgju eksperienca ndryshme të HR-it ose edhe të rekrutimit prej nga vion. Muj me thonë që kjo është ndër eventet më të mirë të organizuar në vendin tonë, që i gërshëton 3-4 industri me një vend, don pjesën e HR-it, marketingut dhe biznesit, edhe po shihet sot që është organizimi në nivel. Na si vend kështu nuk kena pas kësi hapësira, kësi salla, që edhe kjo për bën ma madhështore këtë ngjarje, po ashtu folëset edhe pjesëmarrësit sot kanë ardhur sot me ndonë njohuri edhe me marrë njohuri. Një numër i madh i bizneseve e kanë kuptuar edhe e kanë marrë shumë seriozisht këtë pjesën e zhvillimit të prezencës online, menaxhimit online, shitjes online edhe kanë investuar kaq shumë. Organizimet tilla janë shumë të rëndësishme dhe shumë nevojshme sidomos për tregun e Kosovës. Na ndihmon shumë me u konektu me njerëz të cilët ndihmojnë, kontribuojnë në HR. Kanë filluar shumë mirë me u përmirësuar këtë aspekt. Më herët kemi qenë pak më klasik në mënyrën qysh na kemi arktu stafin, kemi besuar metoda klasike, tash ka ndryshuar koncepti totalisht. Gjenerata zëtëve që është na udhëheq komplet mënyrën, qysh punojmë, qysh argëtohemi. Interesimi i madh i kompanive për të zhvilluar sektorin e burimeve njerëzore, marketingut dhe zhvillimeve teknologjike është një sinjal që organizimet e tilla duhet të ketë në vazhdimsi.
Ky aktivitet është mbajtur sot me 3 prill 2025 në sallën AMC Hall në Prishtinë.